Të paktën 17 persona, përfshirë 6 fëmijë, kanë humbur jetën mbas një valë sulmesh izraelite në veri dhe jug të Ripit të Gazës, njoftojnë spitale lokale. Sulmet ndodhen vetëm disa orë pasi forcat izraelite thanë se terrorist hapën zjarr në veri të territorit duke plagosur rënd një ushtar pranë linjës së verdhë, kufiri i kontrolluar nga Izraeli në armëpushimin 3 mujor me Hamasin. Spitalet raportojnë dëme të mëdha në zona civile. Al-Shifa, spitali kryesor në qytetin e Gazas, ka pranuar trupat e 13 personave, përfshirë 5 fëmijë të vrarë në lagjet Zejtun dhe Tufa, ku çadrat dhe shtëpit janë shkatëruar nga bombardimet. Spitali Nasser gjithashtu raportoi 4 viktima, mes tyre një fëmijë. Që nga hyrja në fuqi armëpushimit më 10 tetor, Izraeli dhe Hamasi akuzojnë njëri tjetrin për shkelje të vazhdueshme, duke vënë në provë efektivitetin e marrëveshjes. Ministria e Shëndetësisë së Hamasit në Gaza raporton mbi 529 të vrarë nga sulmet izraelite, qysh prej tetorit, ndërsa ushtria izraelite konfirmon 4 ushtarë të vrarë nga sulmet palestineze. Ndërkohë, qytetarët e Gazës që kthehen përmes pikës kufitare të Rafa raportojnë kontrolle të repta nga milicia palestineze. Autoritetet izraelite kanë rihapur këtë pikë kyçe për kalimin e qytetarëve, duke ofruar një rrugë të kufizuar dalje dhe hyrje, ndërsa tensionet mbeten të larta. Analistët paralajmërojnë se përplasjet e vazhdueshme rrezikojnë të minojnë çdo përpjekje diplomatike dhe të rrisin pasigurinë humanitare në rajon. Sulmet ndaj zonave civile, përfshirë çadrat dhe shtëpitë e banorëve, theksojnë sfidën e madhe për zbatimin e armëpushimit dhe mbrojtjen e popullsisë civile. Rritja e tensioneve pason një model të njohur, ndërsa diplomacia dhe negociatat për armëpushim zhvillohen. Palët në teren nuk e qindor nga presioni ushtarak, duke bërë çdo paqe të qëndrueshme një sfidë të vërtetë.